Sezoni i ri artistik është qelur me koncertin e Orkestrës Simfonike të Korçës. Këtë herë koncerti u dirigjuan nga Petrika Afezolli, duke sjellë për publikun ardashës vepra të mirënjohura të kompozitorëve shqiptar dhe të huaj, si Cesc Zadeja, Kujtim Laro, Mozart, Dvorak, Shostakovich dhe Offenbach. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Do të thënë kjo është realisht e thënë pa asnjë lloj doze konjunkture, pozicionesh, është jashtëmase sinqert që të ndjehesh profesionist në Korçë nuk është e rastishme, sepse me traditën dhe historinë që ka ky qytet dhe mbi të gjitha 100 vjet të kësaj orkestre të bërë në historikun e saj, bile dhe me tendencat që ka qenë përpara për të fituar orkestrën filharmonike para 100 vjetësh, është një traditë që mua më sill në përgjegjësinë profesionale maksimale dhe e kam ndier veten jashtëmase komod, me njerëz të devotshëm, të përkushtuar, që nuk dinin asnjë lloj orari, përveç se kënaqësisë punës dhe rezultatit. Dhe them që kemi sjellë një vlerë në qytet. Koncerti u çel me një suite nga vepra Skënderbeu e Cesc Zades, për të vijuar më pas me një repertor të pasur, që u mirëprit dhe duar trokit nga publiku. Ishte një program shumë i pasur, jo vetëm si sasi, po dhe në stile, në veprat dimensioneve të mëdha për orkestrën simfonike. Një koncert i tillë dëshmon një aftësi të lartë dhe publiku reagoi me entuziazëm shumë. Si u duk performanca e orkestrës? Shumë mirë. Koncerti u mbyll me 3 valle slave që përfaqësojnë disa nga veprat më të njohura të kompozitorit Dvorak, ndërkohë që gjatë gjithë performancës së orkestrës, publiku e shoqëroi me duar trokitje. Koncerti u mbajt në teatrin Andon Zakoçajupi.